Gjykata kushtetuese vendosi 4-4 që të rrëzoj kërkesën e kryeministit Edi Rama. Në fakt, një votim 4-4 ishte një votim pa vendime, megjithatë sipas rregullores së gjykatës kushtetuese, kërkesa bie dhe mbetet në fuqi vendimi i gjykatës së GKK-s për pezullimin e Belinda Ballukut. Për të folur mbi këtë vendimmarrje dhe çfarë ndodh pas kësaj vendimmarrje, kam të ftuar në një lidhje direkte avokatin e njohur Romeo Kara. Zoti Kara, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit juve. Avokat, besoj se tashmë kemi një vendimmarrje të gjykatës kushtetuese, edhe pse në fakt një vendimmarrje që nuk krijon precedent, por që është më e rëndësishme është që Belinda Balluku mbetet e pezulluar. Si e pat gjithë këtë proces, kohëzgjatje dhe vendim të gjykatës kushtetuese? Unë mendoj që ne do të kishim pasur një vendim me shumicë të anëtarëve të gjykatës, por lufta e brendshme, mosdakorsia, ndarja në dy pjesë e kësaj gjykate, mospajisja me anëtarin e nëntë, se besoj që duhet ta kemi qartë që gjykata kushtetuese nuk e zbaton abstenimin, nuk ka abstenim atje, o pro o kundër. Dhe kemi raste të ralla kur kemi 8 antar, pra kemi një numër çift gjykatës, nuk jemi pajisur me antarin e nëntë, prandaj bëhet me numër tek, që gjithmonë vendimet keni shumicë. Dhe në bazë të nenit 73 të ligjit organik gjykatës, pika e fundit thuhet kur nuk formohet shumica prej 5 gjyqtarës, pra presupozohet që kemi 9, shumica minimale është 5, kërkesa konsiderohet e rrëzuar. Dhe këtu kemi rastin që kërkesa është konsideruar e rrëzuar. Pra nuk është formuar, janë ndarë 4-4. Fati të nëndit nuk dihet se si do vendoste, kështu që kemi një kërkesë të rrëzuar. Për që në i sinqert, do doja që të kishte 9 antarë të cilët të gjykonin me pra të kishin një trup të plotë të gjykatës dhe të mos arrimin në pikën që jo po se kam rrëzuar me shumicë, por nuk e kam rrëzuar se nuk kam bërë shumicën. Tani kjo do të lejë vend për interpretim, do të kemi një besoj diskutim të gjerë nëpër panele se si duhet vepruar më pas. A quhet kjo kërkesë e shkirtuar tashmë? A quhet e rrëzuar përfundimisht? A lë mundësinë për të rihapur më pas si kërkesë apo jo? Besoj ky do të jetë diskutimi për gjatë kësaj kohe. Pra ditët vijnë. Avokat, çfarë ndodh nëse Rama ripërsërit edhe një herë kërkesën, njëjtën kërkesë, duke menduar që unë mendoj se ka ndryshuar shumica në gjykatë kushtetuese dhe mund të ketë një votim jo 4-4, po 5-2, le të themi. A është e lishme kjo që të bëjë të njëjtën kërkesë për Belinda Ballukun dhe të ketë përsëri një votim, apo Belinda është e pezulluar dhe kërkesa mund të bëhet në një moment të dytë thjesht për të zgjidhur ngërçin e kompetencave mes Këshillit Ministrave dhe po themi a ka të drejtë gjykata e posaçme që të pezullojë një antar të kabinetit? Tani kemi dy qëndrime në gjykatë, besoj lexuam arsyetimin e të dyjave. Është një arsyetim që edhe ne bashkë kemi shprehur pak a shumë si mund të shihet si arsyetim. Pra nuk ka pasur në një gjetje gjeniale nga të dyja palët. Ato që kemi thënë ne, pa u koncentruar mbase në të gjitha planet e në të gjitha këndvështrimet e tjerë që detyron vetëm momenti kur duhet thuash fjalën tënde në mënyrë profesionale. Megjithatë, ka pasur një ndarje mendimi 4-4. Kjo ja blen thuhet. Dhe nuk bëhet më fjalë më për Ballukun, por çfarë do të ndodhi nesër me të gjithë anëtarët e qeverisë nëse gjykata e posaçme vendos pezullohen. Ktu ka qenë gjithë thelbi i gjykimit, nuk ka qenë vetëm për një person. Unë mendoj që me këtë qëndrim
mund të kemi nesër anëtar të tjerë, pra kuptohet me kërkesë të prokurorisë posaçme, me fakte dhe prova që ata kanë, dhe gjykata mund ta konsiderojë që edhe një ministër tjetër nesër apo disa tjerë duhet pezullohen nga detyra kur ndaj tyre ka filluar procesi penal. Ai më tepër kur prezantohen me akuzë. Kështu që për momentin nuk do të ketë besoj në një aksion tjetër, do të ketë zhurmë mediatike besoj, por mendoj që është koha mbase që edhe vetë kryeministri të riformatojë qeverinë tani. Tani ka dy rrugë përgjigje. Një rrugë është me të vazhdoj debatin juridik i cili do të dojë një rrugë akoma më të gjatë tani për të rikthyer në gjykatë, pra mund të rikthehet unë e shoh, por jo kaq thjesht sa mendojmë ne. Pasi quhet që urrëzohen një kërkesë e tillë, rruga tjetër do të jetë përgjigje politike. Qeveria do të mbledhë rripat vetës. Pra, këto janë sfidat në një shtet të gjerë. Unë mendoj që do të ketë debate juridike, por nëse do të përdor shumicën pasaj për zhbërë ligjit, ajo është gjë tjetër, por nuk besoj se ajo mund të jetë në ndjesinë e tyre të brendshme, por nuk do të kenë mundësi ta bëjnë ajo. Parafrimi i ligjeve me Europën nuk na lejon dhe as që mendohet ta bëjnë të gjë. Avokat, si shpjegohet që një gjykatë më e lartë, po themi gjykata kushtetuese më e rëndësishme, le të themi, që është krijuar që të jap zgjidhje ngërçeve të tilla mes institucioneve, mes individëve, mes palëve, mes kompetencave, nuk ngrihet në nivelin e dur sa të ketë një vendimarrje shumë të qartë dhe të bëj precedentin, pra që ta zgjidh këtë situatë një herë mirë dhe të mos kishte 4-4 që s'kemi një precedent, le të themi, e njëjta kërkesë mund përsëritet prapë dhe e njëjta kërkesë po nga mazhoranca, po themi, mund të ankohet prapë gjykatë kushtetuese. Atëherë unë mendoj për një zgjidhje tjetër. A duhet kenë imunitet qeveritarët tanë kërshi ndjekjes penale apo jo? A do të lejohet, po supozojmë të dyja rastet. A do të lejohet për një qeveritar, ndërkohë që për një shtetas nuk lejohet kur jenë në akuzë shëturshme. Kemi në raste që vazhdojnë, por duhet të vëmë disa standarde këtu. Jenë në akuzë. Pikërisht, a ishte ky momenti i gjykatës kushtetuese që ta kishte vënë këtë standard? Po mirë, unë thash që ishte një moment që mund ta vinte. Kjo gjykatë, e cila nuk është votuar nga ky popull. Kjo gjykatë është në bazë të ligjit formohet nga një kompromis politik. 3 persona zgjidhen nga gjykata e lartë, 3 nga parlamenti dhe 3 nga presidenti. Në një kohë që ne themi që demokracia me përfaqësim, pra edhe kjo është një lloj përfaqësimi. Përfaqësohet parlamenti, presidenti dhe gjykata e lartë. Ka dështuar me sukses Shqipëri për shumë kohësh. Dhe mendoj që zgjidhja flet që demokracia e drejtpërdrejtë, që është ushtrimi i drejtpërdrejtë i suverenitetit të popullit, që janë referendumet, pra lokale apo përgjithshme, të pjesshme apo përgjithshme. Ne fare mirë si popull mund të votojmë një ditë bukur për këta gjyqtarë të cilët na dalin përpara syve, ja u shohim të gjithë rezumen e jetës tyre, të aktivitetit tyre, kush jenë, a janë persona që përveç anës profesionale kanë integritet e tjerë, çfarë qasje kanë pasur me problematikën e drejtësisë e gjithë tjera, se do krijohet një bisedë publike, një debat publik. Shumë persona nuk i njohin këta gjyqtarë. Pra, nëse ne do të instalojmë këtë standard që them unë, do të kemi padyshim pasaj forma tjera. Po kur ka debate të tilla të nivelit tillë, janë të nivelit lartë, është sensitiv për arsye se bëhet fjalë për drejtues qeverie, nuk bëhet fjalë edhe për një ministër të zakonshëm. Atëherë, të gjithë këta persona që kanë deleguar kompetencat fillojnë dhe interpelojnë.
E para, nuk kemi nëngjyshtar, këtu shoh atë deficiencën. E dyta, kemi rrëzim kërkese duke mos plotësuar kurin, por jo duke marrë një vendim që shumica mendon kështu, domethënë. Duke mos arritur këtë, kërkesa quhet e rrëzuar. Ky është neni 73 besoj pika 4 e ligjit organik për organizimin dhe funksionimin e gjykatës kushtetuese. Ne duhet të instalojmë një praktik, ose për mua do të jetë me ligj, që nuk ka imunitet kërshindjekjes penale. Se mirë, mund të ketë një imunitet, për besoj këtë tani që edhe ajo nuk ekziston. Unë jam një ministër, më ndodhi problematik në rrugë, kam një përballje agresive po e marr me një qytetar, edhe nuk po jap dorëheqjen tani, po vazhdoj punën. Po kur ka të bëjë çështja me punën aty ku je, domethënë, pikërisht me administrimin e punës, me kompetencat e tua drejt për drejt, ne duhet të instalojmë të standard. Që po shkojmë para, ose nuk kemi fare imunitet dhe s'do të kemi imunitet, se këtu preket tjetër gjë kushtetuese. Nuk jemi më barabartë para ligjit. Ato nuk e përmendin shqiptarët edhe politikanët tanë. Shqiptarët s'kan dignitetin ta kërkojnë, politikanët tanë kanë poshësinë mjaftueshme që ta shkruajnë në kushtetutë kemi gjithë barabartë para ligjit dhe pastaj i japin benefite vetes. Kjo është shumë e rëndësishme. Gjermani nuk kanë imunitet, mund të arrestohen edhe brenda parlamentit. Këtu pastaj ka qenë debati për të ndarë imunitetin politik dhe ekzekutiv. Për të ndarë atë që është nga ana politike si zgjedhur dhe nga ana ekzekutive që mund të jesh dhe i emëruar. Ky debat ka qenë më i holl këtu. Palët janë ndarë mbas edhe me drejt 4-4, por ne do donim një vendim që të kishte shumicë, pra po të ishte funksional mandati i 9, nuk do të kishim të vendim. Mbase, mund të kishim vendim tjetër. Avokat, pas këtij vendimi, a mund të shkojmë? Mund të pretendoj qeveria nesër nuk ka qenë gjykata e mbledhur e gjitha. Nuk është prehur i gjithë vullneti kushtetues sipas parashikimit. Mund ta pretendoj nesër, por nuk besoj se do të kalojë në disa kohë. Pas këtij vendimi, a mendoni që po themi mund të ndodhë që mund të ketë edhe një vendim pezullimi dhe ndaj kryeministrit, pra mund të shkohet deri aty? Se rruga është e lirë deri në momentin sa s'kemi precedent. Një precedent kuptimin vendimin e gjykatës kushtetuese që ta sqaroj ka apo s'ka kompetencë gjykata për të pezulluar një antar kabineti. Tani derisa vajti ke zvëndës kryeministri, nuk është çuditë thotë edhe për kryeministrin. Të thua është institucion kushtetues, po tjetë, gjykata kushtetuese mund të pezullojë edhe institucionet kushtetuese. Jo vetëm persona. Në kuptimin mund të ketë një krizë, nuk e di tani. Ne duhet kemi të qartë diçka që të gjithë kornizat kushtetuese mund të gjykohet nga kjo gjykatë. A ka kompetenca ndarja e pushteteve është shumë e rëndësishme për të kuptuar, por po ta marrim në rast fundit, a ka kompetenca jashtë një gjykatë për të dënuar një kryeminist apo president? Kur bëhet kjo? Se mund të presupozojmë rastin më të rëndë, kryeministri kapet duke bërë një krim flagrant. Kryeministri kapet mund të vrasë një flagrancë, kapet duke bërë një tradhti flagrancë. Ne duhet të presim marrë mandatin apo duhet të ushtrojmë ndikimin. Pra kjo ne përgjatë jetës tonë, domethënë, bashkërisht si popull në këtë vend, me këto ligje, do të kemi mundësinë të shohim nga rasti në rast se si do të reagojë kjo gjykatë. Prandaj është atje. Njëra sfidë nuk i janë tjetrës. Ndarje me thik nuk ka, çdo rast krijon mbase një precedent të ri. A duhet lënë vendit që pjesën e ekzekutive ta bëjë ekzekutivi dhe gjykatët këtë pushën e saj, po të ndara me thik nuk janë, se gjykata prandaj është për gjykuar dhe keqeverisjen. Kur e vën në funksionim një palë caktuar, kur e vën lëvizje palë caktuar.
Kështu që mund të ndodhi nesër që edhe nga shumica të kërkojnë, pra mund të kemi çare shumicës, një pjesë e tyre të kërkojnë një pezullim për shembull të dikujt. Kjo duhet parë. Unë mendoj përgjithsisht duhet kemi ndarje pushtetesh, në këtë rast treguam që ka një ndarje, domethënë këtë vërtetoi gjykata asgjë më tepër. Por nga rasti në rast, sipas rastit, kjo do të kemi, besoj, mundësinë të shohim si do të evoluojë kjo gjykatë me qëndrimet e saj. Por për ministrat u dha. Tani ka ngelur vetëm kryeministri, po mjafton që ministrat mund t'i kesh pezulluar një pjesë, edhe e çon shumë shpejt qeverisjen në krizë. Pra besoj, siç ka atë që duket sikur destabilizohet qeverisja, po ka dhe tjetrën që duhet qeverisin në frikën e ligjit, jo mbi ligjin. Pra mund të krijoj edhe efektin pozitiv, që të vijen mbi shenjat e ligjit. Deri tani kanë qenë, nuk besoj se kanë qeverisur mbi shenjat e ligjit. Pra gjithë shqetësimi disa juristë ka qenë në rast se po themi një prokuror dhe një gjyqtar ndikuar nga influenca të ndryshme vendosin që të pezullojnë kryeministrin e vendit. Çfarë ndodh pra? A duhet të ketë një masë sigurie, qoftë edhe për ta deleguar në gjykatë kushtetuese, që gjithë ky procesi, një prokurori dhe një gjyqtari, në rastin e një drejtuesi ekzekutiv siç është niveli më i lartë kryeministri, të shkojnë në gjykatë kushtetuese për vendimarrje siç është në rastin e presidentit. Nuk trajtohet thjesht që presidenti duhet gjykohet dhe kryeministri vetëm nga gjykata kushtetuese. Nuk kemi të bëjmë këtë rast me ta kthejmë gjykatën kushtetuese në gjykatë fakti. Ne e kemi përcaktuar. Kemi 3 shkallë të gjykatave, pra shkalla parë, apelimi dhe rekursi, dhe gjykatë kushtetuese shkohet për tjera problematika. Pra në gjykatë shkallës 4 shkohet për konflikte kompetencës. Në këtë rast ka qenë një gjykim që i ka vlerë për të marrë në konsiderat, se pavarësisht që ne duam të kemi një qeverisje efektive dhe edhe një luftë efektive kundër korrupsionit. Po a ka pasur vend për debat? Nga mënyra se si e kemi këtë ligj, ka pasur vend për debat. Për të parë, a është parashikuar një imunitet në këtë rast apo jo? Siç e kemi për kryetarin e bashkisë, edhe për deputetët, dhe ka parashikuar një imunitet kushtetuta kur thot ministrat e kanë si deputetët. Tani ky pezullim a mund të shtrihet në këtë pikë apo jo? Ata kanë ecur shkallë mbas shkalle. Dhe kanë parë që gjykata në këtë rast ka qenë ndarë në 2 mendime. Nuk mund ta pezullosh, pjesa tjetër mund ta pezullosh. Pjesa tjetër mund të ketë parë që mos pezullimi mund të preki procedurën penale. Pra, nuk është kaq e thjeshtë se ja themi tani shikuesit me 2 rrjeshta. Mund të preket procedura penale. Pra, duket sikur ka hyrë pjesa e drejtësisë ke territori i ekzekutivit, po në fakt, duke mos u pezulluar, preket procedura penale. Se edhe drejtësia është e pavarur do bëj punën e saj. Tani nuk mund të flasim që një prokuror dhe një gjykatës. Tu, nëse është lënë gjykimi me një prokuror, e drejta e investigimit me një prokuror, edhe gjykimi me një gjykatës, ato do të jenë. Se s'mund të themi tani, po sa kemi një parashikim ne që kryeministri dhe presidenti duhet t'i gjykojnë 400 veta? Ai gjykatësi, për mua nuk janë njerë, ka disa gjykatës, domethënë sipas çështjes caktuar, po një gjykatës ka qenë që ka lënë edhe në arrest shtëpie ish presidentin dhe ish kryeministrin, edhe kryetarin e opozitës. Kështu që në këto raste, sipas procedurës parashikuar, kjo pjesë ka një gjykatës, pastaj bëhen 3, shkojnë gjykatë lartë janë 5. Pra, shihet që të jetë mundësia këtë një vendim më kolektiv, më kolegjal, pra të mos jetë në varësinë e një personi. I ka parashikuar
ligji, ne kemi një përvojë caktuar që nuk na le ta vendosim ne tani me një term. Ky është i term që ka hedhur Rama që mblidhet një prokuror i një gjykatë. Po mirë, ti njëti. Çka ke tim tepër sa ata? Ai prokurori nesër, sipas praktikave amerikane, mund të bëhet ai kryeminist nesër. Çfarë ke ti që ti tani ke ardhur, ke zbrit nga qielli vetëm me kompetenca kryeministrit, ti ke zbritur vetëm për këtë punë dhe këta tjerë, ti je qiellor, ta janë toksor, dhe ta s'kan drejt. U bë ky një, po dhe unë mund të jem nesër atje. Një mund të jem. Nëse unë e kam në kompetencën time, e kam detyrat e mia, funksionet e mia kushtetuese, një mjafton një. Edhe në krye të presidentës një person kemi. Ka ardhur ai nga Hiçi e bën atje. Edhe ky nga Hiçi është bërë atje ku është bërë. Edhe nuk është bërë as me shumicën e votave shqiptarëve, po me 20% votave. Megjithë po dën 42% ka. Nëse do flasim me përbuzje, unë po e shtoj atëre. E dyta, gjithë e drejta morale është mbi punë. Ne po shohim kompetencat, po nuk arriun ta mendoj që i ka rënë qaf tani komploti një prokurori me një gjykatësi, i ka rënë qaf qeverisë. Edhe kjo nga ato qeveri është kjo që të lë kjo qeveri t'i biesh në qaf. Kjo është qeveri për ta heqë qafe. Tani po na ha Meraku se po i bie në qaf qeverisë. Meraku im është të ketë gjithmonë një bazë ligjore, edhe në qeverisje, edhe në gjykim. Pra, nuk mund dënohet, shumë shqiptarë janë dënuar pa ligj, pa fakte fare, ose fakte pa mbështetura në prova e tjerë. Kemi raste që ka përmendur Elton Qyno pak më parë, domethënë. Nuk është bërë muaj. Akuzohen dy vëllezër, njëri për tyre polic. Në fakt, duke parë veprimet që janë bërë të ekspertizave, që sikur kanë vrarë një person, duke parë ekspertizën, domethënë, që është bërë kufomës, krahasim me ekspertizën balistike, që nuk përputhen, dhe kur prevalon ajo kufomës, po mendoj që ka shkelje të rënda. Pra hetimi është shkërollepsur. Mund të ketë gjëra të tilla, edhe kur rënohet jeta e një njeriu, mbase me pa drejtë, që unë mendoj që është me pa drejtë të rast, aty të gjithë qytetarët duhet të civilizohen, por nuk e bën këtë punë se është shumë profesionale. Edhe këtë punë mjafton një thënie e dhënë nga Rama që mblidhet një gjykatë dhe një prokuror. Po pse sa i duhet i të mblidhen? A mblidhen sa thot ligji apo jo? Pastaj ne që na rënojnë jetën një gjykatë si prokuror, jemi pa vlerë në krahasim me ty me biznesin tënd. Siç më rënojnë mua, ta rënojnë edhe ty. Le të ketë barazi para ligjit, qoftë edhe në padrejtësi pastaj. Mua një gjykatë si prokuror më gjykon. Po kush është ky, domethënë ky ne jemi pa vlerë, ky është vlera e madhe absolute e rënë nga qielli. Kjo përbuzje për mua meriton të përbuzet edhe të marrë një përgjigje edhe për te mbase kornizës kornizës ligjore po e merret, do ta marrë, se ka marrë akoma mbas po do e marrë. Po më se është instalimi i kësaj retorike, edhe mblidhen pasaj guxojnë mblidhen edhe këta pseudo gazetarë që thonë po u bën tani mblidhen bashkë dy prokurorë. Ja kjo është e gabuar. Dhe duhet ta di mirë që ka Republika në koncept, jo për Republikën e Shqipërisë. Republika mund të shpëtohet nga një prokuror. Siç mund të çohet në të qafje edhe nga një kryeminist. Mjafton personi i gabuar në vendin e gabuar ose personi i dur në vendin e dur. Avokat, aty ka zbatim ligji. Nuk ka kalon kaq thjesht. Debati ka qenë i madh. Unë prap kam rezervat e mia se mendoj që duheshin 9. Duheshin 9. Pra duhet një vendimmarrje. Po, duhet një vendimmarrje. Tani kjo është me rrëzim. Po prap njëhet, kjo është me rrëzim. Aty thuhet që vendos me shumicë. Pastaj thot kur nuk bëhet shumica, quhet e rrëzuar. Pra neni 72 nga neni 73 ligjit organik na jep të. Pra këtu është vendosur sipas pikës 4 neni 73 të ligjit organik për organizimin dhe funksionimin e gjykatës kushtetuese. Që thotë
kur nuk formohet shumica, kërkesa quhet errëzore. Ja kështu jemi, këtë pikë jemi, për arsye se gjykata ka disa kohë që ka një vakancë të paplotësuar. Avokat, kam dhe pyetje të fundit. A do ishte më e lehtë që çdo person i cili merret i pandehur, s'po themi që është në hetim, po merret i pandehur, që është zyrtar, në momentin që prokuroria i ngre një akuzë, të jap direkt dorëheqjen pavarësisht se çfarë zyrtari është? Tani këtu kemi një kontradikt tjetër. Marrja e pandehur me presupozimin që quhet të pavajësisë deri në prezumimin e pavajësisë të paktën, ta bëjmë me gjuhë ligjore, deri në formën e prerë. Megjithatë, këtu jemi në mes. Pra, për prokurorin, ky person është fajtor, tani do të presim gjykimin. Por fajtor deklarohesh edhe konsiderohesh vetëm pasi e gjykuar, jo pasi ke marrë një akuzë. Se prandaj përmend edhe një rast tjetër që ka të bëjë me vrasje, por unë mendoj që është qërullepsur i gjithë hetimi investigimi. Pra nuk e netuar gjitha pistat që pastaj të arrijnë të përjashtojmë, siç është në rastin e vrasjeve. Tani në rastin e korrupsionit, ka prokurorë që e quajnë më të thjesht të hetojnë 20 vrasje se një rast korrupsioni. Prandaj ne në Shqipëri, me ndihmën dhe sugjerimin e ndërkombëtarëve, kemi krijuar një institucion special hetimi dhe një gjykatë speciale për gjykim. Sipas standardeve europiane, kur ne duam të shkojmë, ata e kanë pothuajse gjithë në standard, kur vjen të pikë, bila një pjesë ka që kur fillon hetimi, ata e ndjejnë që hetimi do shkojë drejt komunikimit të akuzës, japin dorëheqjen vet. Ja, nuk ka nevojë të shkojnë të pezullohen me urt, po japin dorëheqjen vet. Besoj ky standard filloi të respektohej disi nga vitet e para, kur fillonte një procedurë e tillë penale, të vinin atje me letër e thonin jep dorëheqjen ose pezullohesh pastaj kur nuk e jepi. Erdhi një moment që nuk u punua ashtu siç duhet, nuk u qeveris sipas standardeve, ku korrupsioni u bë endemik e sistemik bashk, që duhet kishin për ditë pastaj pezullime edhe dorëheqje që nuk janë bërë. Ky vjen moment, edhe pse duket të i vonuar, që po ndërhyn tani prokuroria bashkë me gjykatën. Tani këtu nuk janë vendime pa vendim gjykate, kur thotë Rama është arrestuar kryetari i bashkisë pa vendim gjykate. Ne dimë që ai po e çon deri në gjykatë kushtetuese, se gjykata lart s'e ka pranuar revokimin e masës të sigurisë. Pra nuk jam pa vendim gjykate, jam me vendim gjykate. Tani nuk e di çfarë gjykate duan këta. Kjo është gjykata e këtij shteti. E këtyre ligjeve me këtë kushtetut, të njohura këto, të gjykata njohur me kushtetut. Çfarë gjykate duan këta? Se këta nuk njohin as gjykatën. Kryeministri që nuk njeh gjykatën e vendit të tij, nuk e njeh, zota njohi. Thotë është pa vendim gjykate, i mbush mendjen, pra e trazon publiku me shkop nga podcasti i tij, e thot pa vendim gjykate. Po e kemi shkallës parë me tapetit, me gjykatë lartë, tani po shkon gjykatë kushtetuese. Si që ka pa vendim gjykate? Ka i turtë janë këta që na rikan burg pa vendim gjykate? I kanë futur kështu këta. Pse nuk ngritin një akuzë ta për heqjet pa ligjshme të lirisë, me që janë pa vendim gjykate? Po shkojnë për të revokuar masën e arrestit, masën e sigurisë. Pse nuk e bëjnë me këtë kërkesë, me këtë objekt? Kështu që këtu ka një keq përdorim të drejtës fjalës, që ti nuk i thua publik kushdo që është ai, pro te, politikisht apo kundër te, të vërtetën. Ne nuk jemi të kënaqur me këtë vendim gjykatës, po jo pa vendim gjykate. Ne nuk e aprovojmë, nuk jemi dakord, do ta apelojmë.
do ta vazhdojmë betejën tonë juridike, ligjore. Po kur thua pa vendim gjykate, dhe dalin bullarë pasaj për studio, thonë, se aty është pa vendim gjykate, domethënë, dashakeq. Njerëz që hanë, domethënë, edhe nga goja dhe nga gjitha mundësitë e tjera, ku mund të hyjë ti dalin nga trupi, se të thuash këtë është dashakeqësi, domethënë. Denigrosh në maksimum opinionin publik, ta quash dhe budallat opinion që nuk e pranon këtë. Që duhet të jemi të kujdesshëm guri. Tu ka një gjykim që proceduralisht të paktën në këtë, me kaq sa ne kemi kontakt, duket në rregull. Tani pushtetet duhet jenë të ndara. Nuk po them ti hy drejtësia e ta menaxhoj qeverisin, pjesën ekzekutive, por drejtësia të marrë të gjitha kon. Deri tani, në këtë realitet shqiptar, pushteti që kishte pushtuar të gjitha pushtetet, ka qenë pushteti ekzekutiv. Shqiptarët e dinë shumë mirë që është më e rëndësishëm një ministër se një deputet, ka qenë më e rëndësishëm një ministër se një gjyqtar deri tani. Ka filluar të dalë, pra me shumë zhurmë, me shumë energji të harxuara, me shumë diskurse të hedhura që ballafaqohen me njëri tjetrin në opinion publik e tjerë. Me ndërhyrje të kombëtarëve për shumë vite, po fillon dalë të ndahet njëri pushtet nga tjetri. Dhe këtë kështu do ta shohim. A ka gabime? Për këtë punë kemi lënë gjykatën kushtetuese. Ajo gjykon pastaj përplaset midis pushteteve. Pikërisht kjo ka qenë një betejë realisht për këtë gjykatë. Dhe fatkeqësisht kjo gjykatë ishte me 8 anëtarë dhe jo me 9. Dhe unë nuk e paragjykoj se si do të vendosë. Dhe ka një debat. Për mua nuk duhet ketë. E kanë thënë disa në parlament palë për politikë, ta heqin fare imunitetin. Po ta heqin. Le të jenë barabartë me ne para ligjit, siç është kushtetuta në 1718. Të gjithë janë barabartë para ligjit. Fakti që ata janë me imunitet nuk janë barabartë. Tani, pse janë barabartë? Për këtë punë du ta përshëm. Edhe po flasim për imunitet ka shi procedurës penale, që ka të bëjë me detyrën. Ajo nuk mund të ekzistojë domethënë. Në një vend si Shqipëria, ne askush duhet të ketë me imunitet. Shumë të mund të ketë një imunitet për gjendjen e arrestit, nuk e di, në fillimisht, aty po do të ketë, po jo që del polici të arreston dhe mban 12 orë në atje. Aty po mund të ketë. Një imunitet kufizuar mund ta kenë, po jo më tepër se kaq. Unë këtë shoh. Avokat, faleminderit shumë për intervistën, ishte kënaqësi. Faleminderit ju.